Kjo është shtëpia juaj në Zhaban të Çorovodës. Po. Tani, e para njerë, unë duat më tregoni se shumë e kam dëgjuar që gjermanët nuk kanë ardhur në Çorovod dhe në Skrapar. Ju keni një histori për të treguar, që kanë ardhur gjermanët në këtë shtëpi. Kanë ardhur në shtëpi tona. Si është ajo histori? Kanë ardhur, po do ishin do të ishte 10-15 veta. Ushtar? Një skuadër. Një skuadrilje. Bashkë me kryebashk, se kusha e treguar kryebashku kush e ditë, po një Kur'an qusha ai, lart, edhe erdhi bashkë me ta. U futën nëpër shtëpirat, hapë. Raprezali. Uro? Raprezali do të thënë kontroll. Kontroll, po si? Po? Unë kam qenë bashkë me... Sa vjeç ishit ju? Me ta. Ja 8 vjeç. 36, 4, 6, 5, 6, 7 vjeç. Do të thënë kjo në 43 apo 44? 43. 43, në? Dale, 23, po 23, 24, 25. Po pra, keni qenë 7-8 vjeç. Na fund e ikën fare ata pastaj, po. Diku aty. Ata erdhën për çfarë erdhën aty te shtëpia? Erdhën për të kontrolluar për partizanët. Për partizan, ë? Partizanët. Po ju strehonit partizan? Mos kishte ikën partizan. Ikën partizan. Partizan aty ishin, po ikën në shkollë. Ikën mal. Shkollë. Po? Edhe erdhën ai hapë shtëpit, hapë ditën, më kujtoj se tani çfarë ka këtu, ishte një bidon me gjalp ishte atë, mori era Gjermani. Kërkoni rakis. Raki gjermane? Një ka thënë, po raki, fjala raki ka përdorur. Pa thënë rakifa? Raki. A i tjetë, shqiptari toni thoshte, to thaft të goja, to thaft me gjithë, vishar këtë, ti thoi, kishim 1 bilion e një, sa pa. Vete unë të marrë shish raki, bylla gojnë, këta që kush e ditë shka po. Dhe dhe në kishte edhe këta. Në lanë aty, dhe porosi, në silni kaq pula. Gjellë, dërguam na 1 pull, na 2-3 pulla, dërguam Çorovod, poshtë, edhe i hangën dark ata dhe i nga dërvrirja pastaj. Tani ishin të frikshëm, do të thënë u bën presioni, u vendosën te muri? Grumbullon aty edhe me pushk ishin. Të rrethuar. Rrethuar. Kishe frikë ti fëmijë, kishe frikë? Ish. Po ishim shikon, kështu ishim 2-3 fëmijë, nuk kishim. Rrien mbas mamas te filmi, do të mbas mamas. Nuk kishim kështu, domethënë nuk kishim parë gjak, s'kishim parë vrasës, nuk vranë, nuk krisëm aty. Nuk erdhën me luftë. Po gjetën një partizan? Ata kanë ardhur që nga Therepeli edhe kanë vrarë i kishin ka po në Therepeli dhe vranë ja 2 i morën edhe i vranë në fshatar në Çorovod. Çorovod, ë? I vranë, edhe juam. Po pse i vranë? Po i morën lidhur edhe puto po. Kishin strehuar partizan? Po ka qenë partizan, po si. I kishin bërë vranë. Dhe i vranë, ë? Pastaj qëndruan ditën tjetër, hën pulat, pastaj që si ballisët me pulat. Desve të ikën ata. Morë pulat ata hangën darkën. Po çfarë thoni kot ballisëve juve me pula, pas kanë qenë gjermanët, pas kanë pirë raki? Po ballisët kanë ardhur në shtëpinë time. Kanë ardhur, ë? Edhe i ka thënë babaj tim, çfarë po ballisët? Çfarë do bërë? Jo i ka thënë, vdekje, më tha mua, ishte një nga fshatrat e Mollasit. Unë i thash ta vdekje fashizmi, tha, a i me tha shqiptare, tha. Unë ata, tha, e shau ata, e dënova, tha, me një dash të math. Po pse për jemi shqiptare, të që kemë punë me fashizmin e ta, së ka bërë fashizmin e ta, edhe aty, partizanët aty, më mbaj mend shumë të vini shumë hera. Shumë partizan. Kë partizan mban me të njohur? Mund të themi në fjalë. Çvishin, ta themi s'ka gjë. Çvishin, po, në prusht hitin zjarr, po. Thajsh. Shkundshin, po. Shkundshin. Po. Me këta vesh. I kishin zënë, morra. Morra? Partizanët? Partizanët. Edhe i shkundin aty? Shkundin, shkundin shpinën time. Edhe papaj, dhe zjarën e këteja, por ku lash ata nesër do ikin. Vëllajtim, Sejti, i mori roba të njoma, se ishte partizan, i mori roba të njoma dhe shkom të edhe kypit dhe lufta. Të njoma, i bështolli këtë edhe i ku.
Se i lau në shtëpi, i morim jo me iku. Do më thënë, beshe si pas kohës. E kuptova. A kishet ndonjë nga partizanët ndonjë figurë të njohur që ju u kisha ardhur se ju e keni takuar si Karamanylli, Zylftar Veleshnja, Shiko. Mestanu Janiku. Shiko, ata kanë ardhur, Janiku po dhe në Zylftar Velesha, po si Zylftare? Gjinmarku. Gjinmarku kishë në morja. Erdhi të shtëpi juaj? Shiko, nuk mund të them në shtëpi, babaj tim, me ata ishin bashk. Bashkë? Ishin bashk. Po baba juaj doli partizan? Jo. Nuk doli, vetëm ndaj në shtëpi. Dërgoj djalën. Ai ishte vllai juaj. Ishte vllai partizan, vllai madh do i pronte shtëpi se nuk i merrin der shtëpi, ishte merrte partia. I mbledhte. Der çdo shtëpi të dërgonte nga një. Nëse kishin 2 veta, njëri të punonte shtëpi, Tjetri ti. tjetri të vitet. Mos litë shtëpinë pa punë, Pa punë, do jetonin. Dhe kështu që janë Do dhe në aty vinde dhe Karamanylli? ashtu. Jo, Karamanylli, jo. Po Gjinmarku? Shiko, do të them Gjinmarku po. Burë dhe i që ishte tërë energjishte, se si kaloja i njeri. Tërë energjishte. Gjinmarku, le ta them këta, të dihet mirë, Mestan Ujaniku ka qenë nga Ujaniku, që marrë me të emër, ka patur problemet e veta, regjimi që ishte në Shqipëri, italian, mere që atë duashti, e kërkonte sepse ky kishte vrarë 2. 2 gra. 2 gra. Edhe ishte Ferrar, si thoshin, ishte Ferrar. Karamanylli, Po? yllët këta, luan të rol të rëndësishëm, e futi këtej. E sollën në... Ndikoi Karamanylli, domethënë. Po, Pa diskutim. edhe ata ajo, edhe disa të tjerë, Ferrar që kishin dalë kështu dhe ishin agresiv, i gërbëlluan edhe të bëjmë këtë punë. Armi kemi Italianin, kemi Gjermanin, kemi Greku, kemi këto. Edhe u bë komandant, ka ardhur ai me qeleshët lartë, Mestani. Gjini. Marku. Po, Gjinmarku. Edhe janë pritur. Neshatysi, ai tjetëri Neshatysi. Pasha Ysi. Pasha Ysi, jo, sigurisht. Njësh, po, jo. Akoma. Kështu që kanë qenë këta që Gjinmarku ka luajtur një rol të mirë, se Gjinmarku ka punuar në Korçë. Ka qenë ashtu ka mbaruar shkollën e lartë për të lartat mesme nuk e di për lektorin, ishte në Partinë Komuniste, nga Partia Komuniste u fut në skrapar dhe ai luajti rol të rëndësishëm dhe u bë si gati skraparli, se si përfundoi pasaj. E kuptoj. Tani, këtu i mban mend këta personat? Të gjithë. Të gjithë. Në cilin vit jeni këtu? Shiko, ku jam unë atje një... Kush je tjetër? Syriaj. Po jo, kush je aty them? Ai përball? Të gërjem? Jo, nuk do të çosh. Ja, ai që është në fillime. Ai i pari aty? Ai atje i pari, Syriaj. Po. Pastaj janë këta fëmijët e niprit ton. Babai tim është me mustaqet. Ai me mustaqe, me kapele të zezë. Është babai im ai. Babai, a? Po. Po? Nana time është këtu. Si quhet babai? Isuf. Po mamaja? Nëna? Madhe. Ajo, e para këtij. Atje. Po? Ky ka qenë Seiti. Po? Vllai im që diç më përpara. Ajo aty ka qenë na Nishica. E ema e njerëz nga këto që kishte çupur të martuar me këto. Edhe këta djem, po janë akoma. Tani, kjo shtëpi është sot? U fshi, U prish. Pse? Është prishur ajo, pëse edhe nga ana tonë është prishur, ai duhet mbajtur i vëllai, se jashtë norme, bëri çperi i radhë dhe instasi parasht, u hodhë që ta mbajmë si ndërtesë
Nuk u tërgova njeri. Në cilin vit u prish? Në vitet të vonë, është aty. Në vitet të vonë, këtu bombarë, do me që ka nikur, këta ka nikur vonë. Okej. Tani, këtu në cilin vit jeni këtu? Shtëpia këtu në cilin? Kjo 64. 64. Këtë një foto më përpara të lutem, regjia, të themi tani, Çorovota tani nga ajo që s'kishte asgjë, u bëj një qytet modest, i vogël, por një qytet interesant, i lezetshëm. Ja, për dërtesë e madhe 2, 3, 4, 4 që atje edhe Gjimnazi, spitali. Tani, përse u bë ky qytet nga hiç, u bë një qytet dhe si u konsiderua si qytet në rast lufte? Lëfti po, u grumbulluan, u shtor popullsia dhe erdhën nga fshatrat e largëta, u grumbulluan aty. Po? Edhe kështu në mënyrë të padukshme që s'kishte fare, arritet të zhvillohesh, arriti. Tani ka arritur të... Të kthehet prapa te ku ishte. E kanë zbukuruar që ka të kështu. Prishet ca monumente. Ajo fusha aty e bukur që ishte. Po? Ja, këtu. Kjo është fusha. Kjo është fusha. Ai gjimnazi. Gjimnazi është fusha kjo. Edhe fushën e prish. Prishën. Ai monumenti i lavdishëm që u bë. Ju i nderuar shkollën fillore e bët në Çorovot. Pastaj shkoat në pedagogjikën në Elbasan. Pedagogjia në Elbasan. Po. Parova 4 vite në Elbasan. Pedagogjia. Dhe pastaj u kthye në Çorovot? Ashtu. Këtu tani kur boro fillon që ato kontradiktat me Rusinë. Me Rusinë, me lindjen. Po? Unë po pretendoja si isha, pretendoja midis të tjerëve që të shkonja jashtë, se kush dele me mirë do të shkolte jashtë. Më caktuan, se u ndërpreja jashtë, më caktuan 2 vjetë në shkolle në Tiranë. Unë nuk desha ta baja 2 vjeçare, shkova Skarpar 1 vit, edhe fillova 4 vjeçare. Shkova Skarpar të punoj 1 vit, si mësus, edhe mbas 1 vitit... Studiove, erdhe këtu në universitet? Erdha në universitet. Për histori? Histori gjuhë. Dhe gjuhë, ishte bashkë? Dhe gjuhë, ishte bashkë. 4 vjetë? 4 vjetë. Student? Kështu që në Skarpar punova 1 vit. Vetëm 1 vit mësus, ku në Çorovot? Çorovot, që ishte ndjes past, ytë vllaje... Babaj? Babaj? I ke dhe mësim babaj tim, hë? Rifeti, më. Po, i ke dhe mësim? Wow! Se dia këtë. I ke dhe mësim babaj tim, hë? Po, ka dhe mësim. Në 8 vjeçare, në 7 vjeçare kishte ti? Në vitin e 2, në vitin e 3 ishte drita, në vitin e 4 ishte 3 vjeçare. Wow. I ka dhe mësim babaj tim, hë? Babaj im nuk jeton me hallat. Follo tjetër? Se do të pyes për këtë... Qa dhe bësh. Aty të tjetër ka qërë pastaj këta. Do të pyes pak më vonë. Tani, ti ke një merak. Ja, ky lapidari është një meraku yt. Ma të ka dhemur. Të ka dhemur, ë? Por të betohem për qartë. Po pse e prishin? Atje vajti me sa mora vesh unë. Po? Vajti ka i famshëm i Saliut. Nuk po kemi politikë këtu. Saliut e ke fjalë për Berishën. Sali Berishës, ai fliste bete qametin, ai që e vëranë. A zemajtari? Hajdari. Se vëtja zemajtari? Qenë Skarpar. Po? Edhe u thatë bashkisë që ishte aty, po? Bile ishte edhe të pësës aty. Po? Shkatrojni. Se zemajtari u tha? Kjo tërgon me këta hyje, tërgon komunizm. Ky është dokument komunist me yll trapër që kanë. Edhe me një lavdis asaj Skarparit i poshtë. Po? E prishin edhe ben ca palatina ati e kështu. E prishin. Të ka dhemur, do të këta e ka prishur sepse u tha zemajtari. E prishin tonët tani. Po a ju tha? Po a ju tha. Ky ka thënë një aty në ata njerëzit që nuk po më kujtoj tani në njerëz të mirë këtu, që i keni shkojtë për mirë edhe ju me të drejtë. Merrin gur edhe këta di edhe unë me kuaj.
me kuaj, me goma, nga lartë qafa e dërvris. Po? Këto, tjena të... Po, s'ka problem, po? Edhe meri gurë në kra, nga rakonin gomarin, dy gurë në karë gurë, për të bërë bërë. Qa thua? A është bërë me gurë të mbarë në kra, me gomarët e mushkat e fshatrave të tërë, me punë vullnetare. Gjithë fshatra? Me vullnetare. Dhe e bën këtë? Të bëne e atë monë mëjë. Wow, sepse do bëjmë një monument, si që ka bërë në Itali, në Amerikë. I Amerikë, jo, po në Itali, fjallët në Amerikë me shkojta unë. Do bëjë, me ato për masa, me këto, kanë ardhur nga ajo Gjirokastra, specialistë mirë të gurë gëdhendës. Nga Gjirokastra, dhe ata e bërë? Jo Skrapali. Jo Skrapali? Jo. Gurë gëdhendës na Gjirokastra. Edhe godistin gurin, i beni gurë për gurë. Me muaj të terë, mos të me vite. Foto tjetër? U shkatruan. U shkatruan. Tani, kanë disa foto që janë për disa figurat të Skraparit. Gjelal Koprënska ka firmosur Gjelal, se gatroj të dhe. Jo, Koprënska, jo Saraveska, Koprënska, firmtari pavarësisë. Një nga 20 firmtarë dhe pavarësisë është Gjelal Koprënska. Tani, çfarë figure, si ti edhe historian, cili është mendimi juaj? Nuk e moj, që është pozitiv. Po, a i nuk u bërë pneumonia. Po të e vranë. 7 vjetë mbasi hodhi firmën e vranë. Shiko, ne na ja dhanë dokumenta njerëko, për nuk na janë dhanë dokumenta arshivore. Si kjo? Njerëko e kur kam sot të jarurë. Jepni dokumenta, këto mbyllshin, këto tjerat. I hoqën emrin aty, ja hoqën firmën. E hoqën firmën. E di o gjatë firmën. A ndihesh krenar ti që një nga 20 firmtarët është nga Skrapari? Se një kishte Shkodra Luiq Gurakuq, një ka Skrapari, Gjelal Koprënska. Është drejt. Nuk e moj. Është drejt. Jo, nuk moj, po nuk mohoj, e vërtet, ajo është firma e tia. Koprënska ka mbetur atë. Ja, Gjelal K. Gjelal K. Gjelal K. Gjelal Ko. Është Gjelal Ko. Gjelal Koprënska. Pse ka shkuar kokë të ti. Po, nuk u full. Sepse thoshen që punon edhe ndej, edhe këtej. Nuk është thonë si Neshat Hysi. Neshat... Okej, s'ka problem, mos e ka. Do të thënë, mua më gëzove shumë që bën këtë vlerësim për Gjelal Koprënska. Foto tjetër. Jo, ai është e vërtet, edhe unë kam shkojtur pozitivisht për atë. Për Gjelal Koprënska. Okej. Është ka vënë firmën. Për pavarësinë e Shqipërisë. Kaq. Jo, ke bashkëpunuar edhe më tej, se çka bën më tej nuk e di, po për atje ka firmën e vet. Bravo. Tani, ke bërë një libër që mua më ka pëlqyer shumë, madje më ke bërë një privilegj aty se parathënien e librit e kam shkruar unë. E të falenderoj shumë për këtë, të Rizat Serovës. Lutem. Tani, në historinë moderne, a ka ndonjë ndryshim për figurën e Rizat Serovës, sepse diskutime edhe ka. Ju jeni një historian profesionist edhe i njihni shumë mirë atë. Shiko, më vjen keq që të regjistrojnë këto që po them, po unë deri më sot nuk kam parë ndonjë dokument nga ato që të jetë botuar. Do të thënë është pa dokumente. Shkot. Dokumente, atë dikush ka shkruar, se i kam parë vetë. Libri yt është i pasur me dokumente. Por aty punon, po gjëna, s'më vjen mirë të flas këto gjëra. Aty ka qenë ai biritia në arkivin e shtetit. Po? Edhe kam frikë se mos kanë shtuar gjëra më tepër. Megjithatë, është folur shumë, po ai mbetet ai që është, diskutohet nga punë. Po, vogëlsira dhe nuk u di. Është njëta figurë, është njëti qëndrim që ju keni tani për Rizat Serovën siç e keni pasur? Pa tjetër, pa diskutim.